shoqatat e dala nga lufta në Maqedoni janë në punë. Është kohë se kur do të organizohet. Sigurisht pas përfundimit të zgjedhjeve, një lëvizje e tillë do të ndodhë në Shkup në sheshin Skënderbeu. Për herë mundet më shumë, edhe institucionet e Kosovës mund të bëjnë edhe më shumë për këtë çështje, sepse aty gjykohen bitë e Kosovës të merituara, si për lirinë ashtu edhe për pavarësinë. Kosovës janë angazhuar pak më i madh dhe më i fortë. Më vjen keq që jepet pak në zgyrë politike. Kjo është një proces e thirrur nga shoqatat e dala nga lufta që s'kan të bëjnë me politika ditore. Si është shumë e qartë, të gjithë jemi UÇK. Sot është zëri i popullit, sot është zëri i kombit, nga kryeqendra shqiptare Tiranë. Njerëzit janë të pafajshëm, ata janë shlirimtarë dhe nuk janë as trafikantë, as njerëz të cilët kanë ushtruar terror e gjenocid mbi ndonjë popull tjetër, por kanë qenë në mbrojtje të popullit vet, të pragut të shtëpisë së vet, dhe ky është zëri i së vërtetës. Lironi sa më parë.